Qa guximi e bëni ty këtë? Duke pasur parasysh që kush denoncon në mënyrën tuaj nuk ka pasur as jetë të lehtë, as fund të mbar. Shumë guxim keni pasur që keni denoncuar dhe s'jeni tërhequr. Dhe për më tepër ka dhe një problem tjetër që nuk dukeni të keni një njeri nga mbas, siç thon për shembull Rama që e shtyn, nuk duket fare. Që ju i ka shtyr Rama, nuk ka shans të ketë ndodhur kështu. Mbiemër ju ka shtyr? Po, mbase, edhe mbiemër. Unë di të them që ka gjithë kjo jeta ime, mbase 2 javësh fiks mbush 58, kam arritur përfundimi që ka vetëm sot. Kam argumentet e mia, edhe nga edukimi familjar, pra vi nga 2 prindër shumë të arsimur, të edukuar, por dhe nga ana e nënës, që janë nga fiset më të vjetra të Tiranës, Mazrek Fortuz. Kemi pasur njerëz, për shembull Stërgjyshi ka qenë kadi i Tiranës. Daja ka qenë avokat shumë i njohur, po dhe kryetar gjykate. Më pas pranipi i tij. Kemi pasur njerëz të cilët edhe kemi pasur ngjarje të tilla që na kanë dhënë argumente të forta që ka Zot. Edhe pse edukimi i plot na ka çuar në të përfundim që ne nuk jemi në këtë botë të vim, të anë, të konsumojmë, të bëjmë padrejtësitë e tij. Ja. Kjo jetë është një provë, unë këto kohë e shoh si provë. Jam munduar, e kam pasur të vështirë kur fëmijët i kam pas më të vegjël, po tani që janë rritur dhe po i bind që është provë, tani më janë bërë krah. E pra, nuk të thonë fëmijët mjaft o ba? Ja, po tani shiko, kur nuk lodhen këta, të vjedh. Duke vjedh, do lodhem unë duke kundërshtu absolutisht. Kishte një moment Romeo si nisi, se të gjitha kemi një moment që shpërthejmë. Ty kur e pate këtë shpërthimin? Pikën që krijoi Ortega. Ku kam parë që një person me mashtrim do të merrte të gjithë pronësinë e OSHE-s. Në lidhje me ca burra shteti këtu, siç i kemi ne në këtë. Ti ndërkohë punoje. Për masën, po. Dhe kam qenë me 2 persona shumë të afërt të PD-s bile. Në atë kohë. Ti si bindje i majtas je? Në kuptimin jo majtas me rilindjen, majtas apo djathtas? Jo, me rilindjen dhe më thonë... Jo, nuk po them me rilindjen. Të majtas në kuptimin e të majtas. Unë jam me majt, për shembull. Shiko, po ti jesh besimtar, patjetër që do luftosh ose të prononcosh kundër atyre që mbledhin pasuri. Dhe ke disa suare për këtë, po i ke edhe në Bibël. Dhe që je që mundësin tjerëve të jetojnë. Kjo tokë e ky qiell janë për gjithë njerëzit. Në lidhje me ndërtimin e shtetit, si strukturë dhe moralin e tillë, mund të them që kam bindje të plota konservatore. Dhe mendoj që këtij vendi duhet për të qenë i stabilizuar, domethënë, po të shohësh të gjithë edhe profetët kanë dashur, domethënë, nga ana të frymëzuar nga ana hyjnore, stabilizimin e shtetit e kanë parë te krijimi i shtresës mesme. Dhe çdo të thotë kjo. Atë që po zhduket me vetdije prej... Çdo të thotë kjo. Të mos kemi pak të pasur edhe shumë të varfër. Duke luftuar varfërinë, je detyruar të ulësh të bësh rishpërndarje pasurie. Dhe kur kam folë për rishpërndarje pasurie, dhe duke pasur parasysh nevojat që ne kemi, pra, unë gjithmonë kam goditur dhe njerëzit nuk ndalojnë për të ore çfarë po thotë ky person. Përse klasa politike nuk ka vendosur një minimum etik. Dhe një minimum etik që kanë për detyrë ta vendosin, ndryshe të mos rrinë, ta bëjnë tjerët. Ka të tjerë që e bëjnë. 1/3 ushqim, 1/3 strehim, 1/3 edukim. Ktu s'del as për ushqim. Jo. Dhe del tani edhe një ish komshia ime në lagje, dhe pse është mbi 80 vjeç, del pensioni në Shqipëri, thotë. Inxhinier është. Kjo është e turpshme, domethënë. Të mos i thuash bukës bukë, se të mos i vi mirë një pushtetari, apo pse je atje, domethënë, kur s'ka menduar që do bëj karrierë,
duke përqafuar servilizmin. E kuptoj, po kjo është një gjë të heshtës në Shqipëri, është një mënyrë... Bashkëfaqësi është. Është bashkëfaqësi. Dërsa të ngresh zërin, si që keni bërë ju, është shumë e vështirë. Po nuk është vetëm në Shqipëri, është kudo. Njerëzit e mirë janë përgjegjës, që quajmë vetëm të mirë, por ato të mira që s'kan bërë. Dhe keqja kur nuk do fitonte nëse e mira nuk do eshte. Bashkëfaqësi është. E dyta, a nuk është turp të kesh frikë për drejtën tënde? Nuk është turp, po është konformizëm, është mënyrë jetese, është bashkëjetesë me frikën. Bashkëfaqësi, prapë. Është bashkëfaqësi. Mirë, rrim pak më personalisht të dy prej gjyqeve të rëndësishme, të dy prej emrave të rëndësishëm ku ju jeni përfshirë fort edhe në mënyrë gati të pashpjegueshme, se të gjithë ne kemi pasur inatet tona, unë për shembull përfshirë, në një jam një gazetare që kam vite që ndjek të klasë politike, dhe mbase kam pasur shpërthimet e mia. Por ju shikoj me admirim realisht që ju keni pasur një shpërthim institucional, jo thjesht dalë dhe flas në media, por keni shkuar atje ku duhet shkuar. Dhe fillojmë pak me të dyja, me rastin e Ilir Metës dhe me rastin e Sali Berishës, për të kuptuar a ja vleu ti. Së pari Berisha, ka nisur më në fund gjyqi, procesi i rëndësishëm, gjithçka nisi dhe asgjë s'ka nisur. Dhe ngjan se kur kështu do shkoj, thellë ne e dim që do ta zvarisin. Që ta vlerësojmë më mirë, duhet të analizojmë sjelljen e të dy personave që më flasim. Kur unë nis ato procese, ka pasur larg syrit medias, do të thënë denigrime, ku ta di unë, kërcënime, to janë gjëra të parëndësishme. Por rinin më të qetë, domethënë, edhe me qesëndi. Po të shohësh nga tetori nëntori vitit 2023, pra bëhet 2 vjet, domethënë, të ngadalë, që kur Meta u paraqit personalisht për parë në SPAK. Pa. U çakërdis, u çatrafilua dhe vazhdoi në një bjerrje humori edhe si thuaç i ra gjitha qëndrimi institucional, si ish president, si ish kryeministër, si politikan i rangut të lartë atje. Nuk e pranoi dot, pa ju thye atuje që këta persona paraqiten atje. Po kështu dhe Berisha dje për shembull, që nuk vajti. Ai e ka të merë ditën e parë, se pastaj do të them dhe si do ndodhi. E ka të merë ditën e parë që do ulet e banga e të akuzuarve. Atë ditë ai do ta baj larg, mos ndodhi. Babai, i cili ka studiuar në 2 shkolla të larta dhe një i la për gjysmë tretën, pra para vitit 90, më ka treguar një histori lidhje me këta lloj njerëzish. Thoshte, i varfri kishte një vajzë shumë bukur dhe i pasur një djalë që ra në dashuri dhe sa u marros me vajzën e të varfrit që ishte lyps. Edhe i kërkonte dorën e vajzës, po i çmonte djali, i tha me i kushta. Ti do visha, do lypështa një dita me mua atje në trotuar. Po jo, po si të lypën, po merë lyu, tha me kështu, tha me bajte, me kështu, me boje, me kështu, po s'njoj, tha, vishë si duar, po do vishë lypësh. Vite një moment caktuar, kur vite një person për të lypër, nëzirë dorën e të rishtaj. Një moment, ja dha një dhimbje fort në ballë, e pastaj la dorën lirë. Dhe thonë, i plasit cipa. Tani, do vi puna, Meta e kaloi këtë fazë. Plasës cipës. Po, ka kaluar të fazë. E deklaroi hypin më tabeles atje, e ktheu në atraksion turistik tabelen të lartë, që pa kaluar për në Baldush. E di, tabela e Ilirit. Po, tabela e Likës. E Likës, okej. Edhe, kështu dhe Berishës. Ne tani po jetojmë për të vendosur drejtësi, domethënë. Dhe kjo dhe e kemi ne këtë kusur. Ne edhe brezim toleruam që këta ulëm qafën, u vetë nështruam, këta që i kishin përfaqësuesit tanë, këta përsobazohet janë përfaqësuesit tanë, i trajtuam si kur zbritë nga lartë, jo si kur i zgjodhëm nga poshtë. Pra është koncepti madh, koncepti Zot, nuk është kështu ka që thjeshtë. Ne i kthyem Zotë këta. Edhe i kthyem në padron, pra nga përfaqësuesit tanë,
Pra këta s'janë përfaqësuesit tanë. E kuptoj, po se çka një, nuk di ta shpjegoj dhe unë, po se çka një ndjesi që nuk është forca atyre. Ai do vazhdoj të jetë padron. Do të thënë askush nuk po që momentin të çohemi. Tani momentin që flasim për këtë atun, momentin kur unë dola u thye atuja që dikush do merre me ta. Pra ç'është ky domethënë? Patjetër ky do jetë një çmen, një shitur, një bler, një. Edhe pse i kam parë mirë që unë përballë me të gjithë establishmentin, me Ramën. Se Ramën e kanë bashkë. Bashkë kanë, a? Po bashkë. Të tre? Po bashkë. Mos kujto se kanë... Nuk është kjo një fitore që Rama ja doli më në fund ka njëtë që përpishet. Mund të ketë në heshtje një... Kundër të dyve dhe ja doli që ti ketë të dy përballë më në fund. Po jo. Po shiko, po ti ki Berisha që do bëj Rama. Atë të shohim, se ne kemi thënë gjithmonë, po ti ki Meta që do bëj Rama. Iku Meta, Rama qëndroi dhe u forcua. Ne nuk, është diçka që nuk e dim. Të shohim. Ja pra këtë thamë, në 96 më thanë njerëzit, 97 kur plasën në 97, i thash, bile ka qenë Meta në bisedë, i thash, bëni gati se erdhi pushteti, i thash. Jo, tha me nanon burg, tha, s'na pranon njeri në pushtet. Ore, bëni gati, po do e gjej Berisha i zgjidhen pa mu dhe ta kaloj dhe këtë punë, kjo tha, s'merresh dot me të, tha. Pa. I thash, ore, pushteti ka ardhur, nuk e kuptoni. Çdo njeri ka konsumim, po kush ka dalë t'i bëj analizën e duhur Ramës përballë, edhe Rama nuk është aty ku duhet jetë. Se Rama i thot këtyre, unë nuk baj përgjegjësi për ato që marrin maskurizi për dardat. Po aja e qeverisës është të ruash vendin nga kategoria shpërdoruese. Për çfarë më përgjegjësi ti? I kemi thonë tani ose lusma, si qytetari thjesht, bëj qeverisi me tre këmbë të saj. Me menaxhim. Në fakt duhet të ndalojmë, ja kështu do të ndajmë intervistën, do flasim pak për Berisha, Meta dhe pastaj për faktin që po krijohet një qeveri e re dhe çfarë duhet pasur parasysh që të mos kemi këtu njerëz nga të cilat përsëri mund të kemi frikë që do na hanë dardhat. Po kanë ngelur apo ka këtu? Jo, ne tani pretendojmë si njerëz të shtypur të çohemi dhe jo t'i ham, po t'i marrim t'ja kthejmë dardhat vetes tonë, t'i kthejmë Shqipëri shqiptar. Nuk ka nevojë për njerëz as t'jenë të bukur në pamje, as t'jenë mbase të artikuluar, se dhe Rama artikulimin e ka dy fjalime mbajur të artikuluara. Një përballë Tules këtu, edhe një në Athinë. To janë dy. Edhe një shkrim që ka bërë Katimerini. Pra, gjithmonë kemi një fjalim tresh përballë ty. Të tjerat janë pasaj retorik pa vlerë. Okej. Fillojmë pak me Berishën, që kam që duhet të ketë një gjyq. Çfarë duke ndodhur? Si ja shikoni ju të ardhmen gjyqit? Ky është gjyqi më i vogël për cilën Berisha, pavarësisht se nuk ka pasur një vokacion për të marrë me të person. E pra, mungon vokacioni, se të merresh me çështjen partizani, që frika, po dhe kjo frikë është në fakt është turp, është skandal për drejtësinë, nëse dosja shfryhet dhe nuk është bërë siç duhet bërë, apo jo? S'tash për të, po them, kjo është çështja më e vogël për cilën ai mund të akuzohet. Tani, unë mendoj që të gjitha vepra penale klasifikohen bas pasojave. Në bas pasojave, po të shohësh krimet kundër njerëzimit dhe genocidin, janë të njëjtat pasoja që ka dhënë kjo politikë dhe ose lexon në doktrinë në lidhje me këto krime. Pra kur njerëzit braktisin vendin e tyre, braktisin familjen, vriten kur thon fjalën e tyre, s'kan liri fjalë këto ato. Gjitha këto mua më bindin që kjo klasë politike shqiptare ka konsumuar krime kundër njerëzimit. Duhet si e thjesht. Nuk ka klasë politike të ri duke vjedhur 30 ca vite në pushtet dhe të mos ketë nërmend të largohet. Pra, dhe kanë çuar në denaturimin e një populli të tërë. Dhe fakti që ju si gazetare që ne bashkë jemi me pamje kemi qenë fare të ri, të njëjtat ambiente. Të rinj jemi akoma. Të njëjtat ambiente, po dakor, për sa gjëra jemi, jo, por duruar këta jemi të vjetër, nuk e durojnë dot më tani. Prandaj tash mua më mbush kupa, kur mbushit kjo kupa këtu, çdo pikë do derdhet. Dhe këta duhet ta dinë që momenti që sa herë kemi në hall, këta na kujtojnë. Janë këta vetë motivi i qëndrimit tim dhe të njerëzve si puna ime. Dhe zotëria në fjalë ka konsumuar krime të tmerrshme. Atëherë flasim për
parashkrimin e veprës penale. Po kur ti ke ka pushtetin, dhe thot një Amerike tërë, ti ke ka pushtetin, dhe ata e kanë certifikuar të mamë, ata kanë parametra tjerë, a mund të ketë kuptim nga ana juridike parashkrimi e veprës penale? A e ka kuptim ku një qytetar i thjesht, si që jeni ju, apo unë, bëjmë një vepër penale, ne fshihemi, jetojmë në mënyrë të sforcuar, dhe kur kalon 5 vjet apo 10 vjet varet siç parashkrimi, ke nene 60 ca të kodit penal. Thot ti ke vuajtur vetë duke u fshehur, duke së munduar dhe po ti të ish në krye të vendit, hapur fare. E thua u parashkruar në kohë që s'kishte prokurori, pra ne duhet të ecim në forma të tjera. Dhe këtu njerëta ngacmosh atë gjysmë strukturësh e SPAK-u. Me këtë komisioni këtu dhe njerë jo nuk bëhet. Këtu duhen hapur të tëra, këtu konflikti interesit, shpërdorimi i detyrës, korrupsioni, të gjitha këto kanë çuar që janë bërë natyrë pushtetit, nuk janë përjashtim. Vepra penale është kur ka përjashtim, që bëjnë 1, 2, 3 vjet, po jo në një vend që ikën një radha i dutësh e vinë tjerë, po s'po mbarojnë. Po bëjnë, këtu tani devotshmëria ka dalë, ekziston vetëm letër. Në një kohë që Zoti thotë njerëzit dallohen dhe vlerësohen për të shkuar në pushtet në bazë devotshmërisë, dhe prandaj do dilja që më ndërpreve për Rama. Sa i devotshëm është Rama? Edhe pasaj, ajta flasim... Jo, nuk ta ndërpreva se më ka dalë lami që po fole për Ramën, thonë s'të lë ajo. Vazhdo fol sa duash, po thjesht tash tani s'ka Berisha. Jo, se këta, se kam dalë si anti-Berisha. Po me kë e bëri Berisha, po kape zgjedhjet në një vend, që quhet demokratik, ke kapur çdo gjë tjetër. Po e marrim, tregu politik është duopol, nuk është më monopoli i partive, është duopoli i dy partive, që janë bashkë Berish edhe Ram. Dhe po të shohësh dhe në heshe, ka një dakordsi që ta dekdisin metën aty ku është. Kjo është një dakordsi politike. Dhe jo në kotë ke edhe përzënin që i ka bërë avokatit. Meta. Cilit? Gjokutaj? Pa tjetër. Po që ndodhi për të me? Unë nuk e di, Gjokutaj ta thotë. Sa ere ka ofenduar Meta nga qelia, se urdhërimet janë dëgjuar deri jashtë. Telefoni, bërtiste? Jo, aty ku shkonte takim. A ku shkonte? Po pse? Po ata e din. Ju dini gjë? Po një nga urdhërimet ka qenë shkruaj çfarë them unë dhe jo çfarë thua ti. Po. Edhe pastaj me etiketime. Pra këta janë hall. Këta kanë menduar që siç ka qenë do jetë. Nuk e ka menduar përballjen, po kjo përballje sot nuk erdhi pa thënë vërtetën një moment që ata ishin shumë fort, dhe ata edhe na qesëndisën, edhe na tallën, edhe na luftuan.